sepse po të kishin shku krejt e personeli arsimor, do të ishte prap e mirë, sepse po shkojnë në një kategori që vërtet ka pas nevojë për këto mjete dhe ju takojnë, edhe i meritojnë këto mjete, por fatkeqësisht pjesa më e madhe e këtyre mjeteve shkojnë përmes të përmbaruesit privat edhe të avokatëve të ndryshëm, cilët po them janë duke bëu gara të mëdha të kush po merr numër më të madh këtyre lëndëve për mujt me avancu dhe me procesu më tutje. Sidoqoftë, domet mua na ka shkaktu dhe nuk e di se kur do të përmbyllet, sepse është një proces që fatkeqësisht s'pedime kur ka mu përmbyll. Unë zotnis Malja përmendën tha para pak ditësh edhe mu, para pak ditësh më morën mbi 250.000 euro, domethënë që nuk i prita që të fazë që do të ndodh, dhe normal do të me cenu shumë programe tjera të cilat janë kom klarifikuar. Për ndryshe në qatë moment që nuk i bën çdo pagesë aty të bllokohet buxheti dhe faktikisht mundesh me bë asnjë pagesë. Prandaj një situatë që na ka godit gjithëve dhe me keqja po them edhe me dhimbje është që na ka godit edhe në projekte kapitale, edhe fati keq është që këto projekte kapitale ndoshta në